Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Sot duhet flisja për zgjimin e shpirtit ose të vetes tuaj. Së vërtet, sido që ta quani ju, frymës tuaj, ajo që ne jemi në të vërtetë. Por çfarë do të thotë të zgjohet shpirti juaj dhe që të kuptojmë mënyrën apo shenjat brenda nesh që na bëjnë të tërhiqet vëmendja jonë për atë se çka po ndodh, për ndryshimin se çka po ndodh brenda nesh. Zgjimi i shpirtit mund të vijë në mënyra të ndryshme, sipas gjendjes së çdo kujt prej nesh. E zgjidh shpirti jon se si duhet të vijë apo duhet të zgjoj atë gjë që është më së shumti më e nevojshme për tu punuar me të. Por më e shpeshta dhe më e përgjithshme është zgjimi i shpirtit ton nëpërmjet trupit ton. Çfarë do të thotë të zgjohesh nëpërmjet trupit tënd? Si fillim, zgjimi fillon nga brenda dhe jo nga jashtë. Çfarë do të thotë të zgjohesh nga brenda? Të zgjohesh nga brenda është të zgjohesh nëpërmjet dhimbjeve të trupit. Dikush mund të thotë, po unë kam dhimbje trupi,